Jo. Më fjallë shi pa lek. Jo. Bargarisë. As njona në tjendra. Me shumë gjota. Oj, bargarisë, se na ejtë, na hupa audiencën karë. Jam 5.000 karë të prit me të shi. Angjove, më na qaj karën tani. Dhe përgjigjesh pyetje se kam të bot 3 pyetje asnjë se ky përgjigj. Edhe një pyetje fundit kam ora. Bargarisë. Asnjë se ky përgjigju. Edhe Të mos më përgjigj. Po pra. Ma çave ka. Edhe një. Okej, hajde. Ua, su ki përgjigj asnjënës, po përgjigj një pyetje se na hangër karin. Jam përgjigj ma leqat të në ato, intrigantat. Tani, qa moshi e shi për herë të parë? Atëherë unë puthjen e parë kam dhënë 18 vjeç. Fiks në Unë thëm qa moshi e qikja, thot jam po tash çfarë është kjo pyetje si gomar? Pa vargarisë. Unë nuk jam shi si lopa. Unë po thëm qa moshi e qi, nuk po të pyesa e qi si mushka, po si lopë. Pyetje për një femër këto. Qa moshi? Randësite. Qa moshi e qi për herë të parë? Më rofsh piçkën. Thash pra, 18 vjeç kam pas preferencat e para. 18 vjeç është mosh fikse. Në qa moshi e qi, kjo thot preferenca. Jerë thu jem puth, por në qa moshi e qi, 18, 19, 20, 17, 13. Ora që është budall, a gjo ka veshët tjera? Ose në gjoj, unë e du të rojqë zemë, jam qinë moshën 18 vjeqe, ose 19 vjeqe. A ka vina një gjanë tesh, a s'ka mundësi? Po pra edhe i e pyetja vazhdo se më hongër kaj, pa më hajnë morë. Në qa moshë e qi për herë parë? Na e shpive. Në qa moshë e qi një të lutëm për herë parë, më të rëgoni, përgjigje pyetjes. O, se i trash, o, zoti ma. Në qa moshë e qi për herë parë, dhe i e pyes. A thut të është ngull na i gjonë vesh? Po pra po thuj o i karë, ti thu kam bo puthjen për herë parë 18 vjeqe. Unë po thëmë qa moshë e qi. Po puthja, ku të dali më ignorancë, le nam. Jo, puthja është puthje, qirja është qirje, qa moshë e qi për herë parë. Po po qa thot kjo? Qa thot kjo përse na habiti fare? Unë e moshën 18 vjeqe për shumë ka prish virgjërin për herë parë. Ti qa moshë e ke prish virgjërin? Me kam me dhina, kushta ka varë ty, aman, 18 vjeq. Po varë i kajnë, 18 vjeqe kam shi për herë parë, atëherë kam prish virgjërin. Ti në qa moshë e shi për herë parë? Të për arsye kushet vështirë që kam qenë a gjithë kohës më burgës, më gara me shqipjet. Ti, në qa moshë ke prish virgjërin për herë parë? Mos më thuj që ti e ke heq virgjërin në burg. Jo, kam heq në pjellë të rëve tu. Po qa thu pra se ti... A shqia të rrasën pjellë në karakullë. Kam qenë gjithë jetën në burg. Po pëse nuk ju thu njerës se ti të punu e skort atje në Kosovë? Qa thot në rrasë? Unë jam fare në Kosovë njerë. Tërgoj e venin ti, hape e për jashtë të ta shohë. Plak, unë punoj me rrjete sociale, nuk kam nevoj. Këtë dua unë të takoj, këtë dua të takoj. Nëzërë pjellë dhe bëllën, punon edhe në Kosovë me lek. Ka, ki, 50 euro, me ta fut kujgjën e karin ngoj. Unë ka 5 vjetë që s'kam qenë Kosovë as për shef. Tani, i sekund, lutem. Ka mund si të di përgjigjë pyetjes se do të shi racën bë. O ti, ignorant. Pyetja ishte, që nuk e ti përshë ndjekin 6.000 vetat. Më ndjekin se jam karmal, Angjove, tani të lutem ti, në qa moshi je qi për herë parë, ke prish gjyrgjërin. Prit pak se këto tjerë dhe ja bëjnë në Greqi, unë s'kam qenë herë në Greqi. Okej, pyetja ishte kjo, përgjigja është shumë e thjeshtë, tash 18 vjeç, kam qenë 5,000 people look this girl crazy. Not qif shambë. 18 vjeç kam qenë me dikë për herë të parë. Në qa mosha e ke qi pjellin për herë të parë? 18. Që ja rëpt, asi herë më botë. Nona ima, këpëtën, moshën 15 vjeç ka pas qunin 1 vjeç më prehen. I bje 14 vjeç e ka shpartallu. Nona jote ka qenë koha e shqipës, normal. Në atë kohë, nona ime në atë kohë i bjen vlajnë e kam 35-6 vjeç, i bjen 85, në qa vit i bjen e quna? Jo, nuk i një. 18 dhe kam pas shumë ta dish, prit pak, e di qa është më e forta që edhe unë e shuj budalli, sa i shëmtut ka qenë a i pari që kam taku unë. Oj kare, i sekund, në moshën 90, nëna ime, që atëherë ishe shumë problem me shku me i mashko dhe ku di unë, në moshën, a këpëton 14 vjeqe, nëna ime, ka ngellë 7 zonë.
Ti llogaritë ti tash këto vite që e flasim ne kohë moderne, ti kush ti je 13 vjeçë. Po nuk kanë qenë kohë moderne, se llogaritën vitet e 2018, sa i bie 18. Po, në 2018 kanë pas shi femna si mushka. Ti e di kush je, ti je bia një kurvë se ka pas qenë shi si mushk. O ti, ignorant, që thua mo? Shumë për qesh. A këpta... Që gari? Për ma të dhejti për i shorë. Ta më balë. O lale, këto janë, o quna, këto janë brezi i gjeneratës kurva, va këptan? Dhe kanë pas nonat kurva, qyshat kurva. O ti, ignorant, në atë mosh, prit pak, në atë vite që thu ti, unë kam qenë akoma duke jetu me i zonë periferi, fshat. Okej, se më ka smoshi që isha e mirë, por nuk ka qenë... Periferim fshat, e që nga qenë si musht. Që përsupozohet. Të nga qina për mullare. Jo, nuk kam qenë fshat, ka qenë si periferi fshat, do më thënë. Si jarë, si ashtë përshri. Do më thënë, aty kam jetu në periferi, dhe aty në periferi, edhe të shkojnë në dyqanë, dhe të përqenjë në jetu në bathorë nëjerë? Po në bathorë ki jetu? Po. A ke që ke si mushtë? Jo, për zoni. Një do të apë edhe i pyti, kush përqenjë ma shumë, qunat e veriut apo qunat e jugut? Prit, do të them edhe një gjë për këtë vëndi që më përmejnë. Edhe ka qenë shumë kështu kompleks, edhe unë isha shumë e mirë, edhe sa dilja unë rishin këto femra tu pa, jo po mos i vish të tutat e shkurtra. I thosha, po prit, ç'a të vesh unë? Jo, po këtu jesim fshat, edhe këtu të thonë, shu. Edhe e kisha kompleks. Që ka qenë ajo mosha që unë kam qenë akoma gjimnaz. Mirë, po të drejtën dhe i gjotë tjetë dhe të pysë, a e 100 herë më bëth? Jo, për zotin, asnjëherë. Asnjëherë? Pse dhem kjasa, dhem bëtha? Po përvoj e ti herë, asë dhem. Jo, s'kam që më përvu, s'kam pjellë, s'kam femë, që ju femë dhe përbonin bëth. A u do, meshkët se kanë zanot mu 100 bëth, meshkët 100 karin. A u do bënë? Pas femrat të kanë. Jo, femrat e kanë, se ju femrat në pjellë dhe hani. A që hani dhe në bëth, sa keni problem, se ju si hy kari. Në moment që ju hy në pjellë, hy dhe në bëth. Se vrime keni. Po, kjo bëshket po shatë. Edhe meshkët që jenë bëth, edhe meshkët që jenë, po meshkët masët nuk i këta kanë. Femna vari karin. A ke deklaru në një herë që të doje të rije me një qunë për një shifër shumë të madhe? Vetëm ledjen liqën se e kisha 100 bëth. Jo mu qiun, po ledjen liqën e kisha 100 bëth, e kisha bo lab në bëth. Se ka lekaj. Edhe unë kam nevoj për lek. Me vërtet, edhe në jetën reale? Pa biset kot? Po jetën reale, pa reale, unë i fus labën bëth, i thu karin pjell. E qier, a kupton se ka lekaj. Po shburë, ma. Kur, se për shaka, se na fli që na morë ftyren. Po pra, se desh të thash bëthshim, idiot. Tashit për qenë jogorës apo virorët? Atër, më shumë jugorët për qenë, më thënë drejtën. Se të kanë, po virë ju, se s'për qenë, apo të kanë torturu, të kanë rrallë? Jo, s'ka shansë, po edhe virë ju më për qenë, po janë pak shumë me tradita, ku të gjonë. Kurse jugorët janë më të shetë. Ta sheti si a puna, i din nga live se nga qave kajnë, si i lam gjithë pa buk. Jo, prej fitove ti, po unë? I lam gjithë pa buk TikTok, s'kanë hyjë gjithë në 3 vetë. Jo, po në live më djeli hatëri, edhe s'ka ma si gjohë, as shoka si gjohë. O zemra, po ta bëj pyetje për zotin, a kupton, se unë me vërtet majmina, ti po m'vje dhe keq. Ma bëni. Pse nuk bën një lloj stili më zemra, a kupton? Për shembull, më kap në çun me lekë. Pse rri vari kajnë, hap frigiderin, sa frigiderin, thot frigiderin, puç si fshar me smak më. Po frigiderin tim. Po thot frigiderin, a ke fytyrë thot me pa mu, thot ku janë unë jam bosh thot. Si e hap frigiderin? Në gjithë live-in e sot që më marr vetëm frigiderin tim. A kupton? Si ka mundsi? Jo, nuk thash jam vetëm jugort më të mirë, po thjesht jam pak më të qetë, kam thënë. Pa pra se veriu travin qohet nga veriu, të fusin dajak. Jo, absolutisht, njerë shka shansë me mos ka ndodhë, po që, okej, nështë ka jerë për gjelozi, në një që ka dash fort, po që të bëjmë të shikë, që jam për shikë. Po e ke gjela, shqiptarë pëse ke darë, po ka dash shumë pra halla familjare. Pas ka bakë, qyrë javë. O zemra, më gjëj sekund mu. Po bërë një lloj stili për vetën tate, më qa karë, më t'jem femen me rëpë shpjeti, digeneru se digeneru. T'jem si puna jote, a kupton, bom pidhe sa, me thamë. Ti qa bëjën, a kupton, kush ka audiencë fari, shkoj faj me fajnë, ti shiesh si shiesh, a kupton, shie me fajnë, shkoj ta këj në Bruxelles janë gjithë kardera, gjithë qunat me lek, më i famë, a kupton, unë tak, edhe fillojnë kërkesat, bobat,
Ali sa çuna ke këtu me lek, me rëp shtëpi, thot ta qiket jonë një herë, thot apo ti nuk je femër më rushajt. E bukurie, trupin e ke thot ta qier, thot vari kajna, thot ta kem si përvoj qiva filonën, gja me fam. Se ti ke për të më fam pa erdhëm, ke për të nga 10.000, 15.000 vetëm live, 20.000. A u kupton? Le më po mu shi live bashko live i 70.000. E ke parasysh merr fam ti, tak shkojnë çuna boba, u kupton? Ki shkuna njërin të kap në njërin që është shef të arsyeshëm që është me lek. Ta kalon ai shivërt mirë ke banga, kupton? Me makinë levisi pjedhë sa se ka makinë i çie kare. O qa pudallash gjeni ju venat me rëp shpije. O po pak e zgju të kare se ngele qjerë me frigiferin bësh. Hape lojën, Sa hape. deri në frigifer, thot frigifer i ka qif shar, ke ftyrë thotë më hap derën thot. Unë bësh tu, ti më hap derën. Qa kare është jam rë burr, edhe degenerume je bo, Sa idiot që edhe është. pa legje. Po mirë, po këtë fjalë, po pse më thuaj vetëm fjalë të rënda? Se unë jam gjithë kjo Se gotë. vetëm Po juve Po shqiptarët do ke të kes më me thuaj fotën e vlerat. Ilir Metës, s'ka lek për shembull ky. Gjun gifti ka nivelin Po 31 çunin e Ilir Metës, po çunin ka më me çunin e Ilir Metës plak, ai mund të jetë i fejum në jetën reale. Se s'ka Çunin e Ilir s'ka Metës, Ilir po Metës dallë që shumë. është.